Qyteti i Durrësit u zgjua sërish nën pushtetin e ujit. Rreshjet e pandërprera për disa orë e kthyen jetën e banorëve në një betejë me përmbytjet, ku rrugët u kthyen në lumenj dhe banesat në hapësira të pasigurta. Një ditë pas përmbytjeve, edhe pse rreshjet e shiut kanë pushuar dhe situata duket më e qetë, pasojat janë të rënda. Ajo çka ka mbetur pas, tashmë është jo funksionale, ndërsa banorët kërkojnë ndihmë. Gjendja e shtëpisë time është merr. Ka hyrë 80 cm ujë. Lagur gjitha, s'ka më asgjë. I kërkoj shtetit, thithin ujit pak. Ku qëndruan familjarët tuaj? Ka qëndruan ka 2 të vllai. Pra përgjithsisht sa llogaritë dëmi që është shkaktuar juve personalisht? Me 20.000 euro. Pajisjet janë të karblizuar totalisht. Si me kuzhinë, si me frigorifera, si totalisht. Nuk di ç'të bëjmë. Ditën e djeshme ka vajtur deri aty ku është shenja e ujit. Edhe tani është duke rënë niveli, siç e shihni dhe vetë juve, po përdom na është përdom i madh shumë. Sot jemi ngjitur lart, tek një familje që është lart, kemi hyrë aty, kemi ndenjur. Ajo e djeshma nuk përballosh. Ver rrobat e dera, ver çdo gjë po ku mbahesh ai. Niveli i ujit ishte gati 40 cm. Janë gjitha është bërë goxha dëm. Ndodhemi në banesën e Arlind Shahinit në lagjen numër 17 në zonën e Ishkënetës. Në këto momente, edhe pse rreshjet e shiut kanë pushuar, prezenca e ujit në këtë banesë arrin deri në 50 cm. Ndërkohë do të shohim se si është gjendja e banesës brenda. Përmbytje më e madhe. Ka ardhur herë tjera, ka ardhur më pak, po Keni arritur të shpëtoni ndonjë orendi, ndonjë pajisje? Jo, asgjë. Ferin o doq, lavatrice o doq, bufetet që në këto i hoqme, i vun prap këtë havas kemi. Qartë bëjmë në... Keni kërkuar ndihmë ditën e djeshme? Kemi kërkuar, po qartë bëjmë? Ku keni qëndruar gjatë ditës së djeshme, por edhe ku po qëndroni? Quni. Kam qunë ka 2, po ata janë 5 vetë, edhe 6 neve. Mullar, bëhati. Me që të ndimojnë, të pak të më shpi dhe njërë. 3 fëmija, ku do flenë? Ujt ma ekë. Ja dhe sonde do rinë këtu ujt, ato bëhen kalbim tëra, i merë me vetet tëra. Dëme të shumta ka patur edhe në biznese. Dëmi ka qenë i pallavëritshëm. Një ditë më para pa të bërë një furnizim, edhe ujti më njëherë, se si ka vërshyrë nuk e kuptuam, edhe ne. Durrësi po përpiqet të rikthehet normalitetit. Uji është tërhequr, por lagjet e këtij qyteti janë ende nën ujë. Banorët po pastrojnë dhe po vlerësojnë pasojat, ndërsa thirrja për ndihmë mbetet kryesore. Për ABC News nga Durrësi, Bleona Prengzaj.